Sonte para se të fillojmë spektaklin ton Odeon, nga skena për artistët që nuk janë më mund të bëjmë vetëm homazh me një duar trokitje të madhe. Dua të ndalem të një moment për ta kujtuar një artist që këtyre ditëve na la, duke na lënduar rënd e duke na lënë të pikëlluar. Shpat Kasapi, një zë i dashur, një shpirt i ndjeshëm dhe një artist që ka prekur zemrat e mira njerëzve. Këngët e tij kanë shoqëruar gjithë shqiptarët, kudo që janë në gjithë globin toksor, në koncerte, në mbrëmje, në dasma. Besoj që ka lënë aq shumë gjurmë që do të përkujtohet në vazhdimsi, po përsëri edhe në mbrëmje, edhe në dasma, edhe në gëzime, artisti i madh që na la me lot në sy këtë javë, Shpat Kasapi. Edhe ne, spektakli Odeon, i gjithë stafi, absolutisht jemi ndjerë të pikëlluar, të mërzitur, kemi derë dhe lot për artistin e madh që në moshë shumë të re e la skenën shqiptare, por në realitet la aq shumë gjurmë që unë besoj që për jetë të jetëve këngët e tij do të këndohen dhe i tillë do të përkujtohet artisti i madh Shpat Kasapi. Zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ti më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Ma kthe me shpinën e më të po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Ma kthe me shpinën e më të po shkoj, një morje mente me ne pagoj.
Ka pak na u del kjo xhelozi. Nga një herë qashtu rëset. Zonja dhe zotri, mysafirët e nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juajin në Odeon. Mirë mbrëma Naim. Mirë mbrëma të gjithë, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar. Kudo që të jeni, jenë gati që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi në sheshin tuaj, në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur në Odeon, në radio televizionin 21. Edhe sante për sjellë shumë sa bukur për ju e për ne, për të gjithë. Dhe do të kemi shumë çka të bukur, do të kemi gjëra të veçanta, mysafir të veçante, këngë të bukura, humor mbi të gjitha, do të kemi satirën, alegorin, metaforën, atë që absolutisht godet në problemet, në dukurit jo të mira të kësaj shoqërie. Do të kemi edhe shumë çka të bukur, do të kemi edhe këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore, e që apropo kësaj i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që janë suporti unë i fuqishëm, e mbështetësit tonë të mirë, janë ata, jemi na, spektatori, telespektatori, një armatë tërë me ju e për ju, këtu në Odeon. Kush ka vetë një hrije? Kur të ndalë vëmendjen e të gjithëve, sepse unë do ta falenderoj nga zemra Diana Fashion në Suharik, e cila është për kujdes për veshjen time. Gjithashtu e falenderoj edhe zonjën Selvete, kodra e trimave në Prishtinë, për kaçurrelat e mia. Lele, Gjithë vëmendja, a se di që kjo është edhe dukuria ma e shprehur sot. Gjdo njeri, amo gjdo qenje që merë pak vesh, sheh e dëgjon, edhe rezonon pak a shumë, luft për vëmendje, duke mos zgjedh metoda. Absolutisht, ju mund të zgjoni vëmendjen e të gjithëve me gjëra të mira, me punën tuaj të suksesshme. Nëse ke bërë diçka që ti pretendon ta marrish vëmendjen, unë të sugjeroj, dil para grandit, dishi pantollat dhe kreve, e more vëmendjen. Ku vën? Akoste. Deputet sa të dush, po sen as njon nuk është ka na duhet. Që ti fillove tash fjalimin politik, a? Fillova se sot ju mbosh shumë nervoz. Ma ktheve shpinën, e më the po shkoj. E pesa interesant ajo, opozita në Shqipëri, ja kthyn shpinën kur po fliste kryeministri, edhe thaj, shumë më mirë shpinën se sa fytyrat tuaja. Sepse, do me thonë, koncentrimin tuaj se kam fare. Hecim tutje me spektaklin ton, do të vinë në vazhdim ato që na sjellin për herë gaz, e lumturi në zemra tona, e që i falenderojmë në tokën qiell, se na bëjnë për të qeshni sa ma shumë. Mos qeshni me shpirt të zi, qeshni me zemër plot, e të ngrohtë, me ato që na sjellin shumë çka të bukur me botën e humorit të tyre, artistët e humorit Dada Hyr dhe Dada Kule. Miroma, oj dzizlujk, oj dzizëm dziz. Fashëve herën e kalume, ma dziza për bënd të se fostane. Shqyqyr që njeri shetë që shtu sene është gjëllën, është bëllën që shene? Mirë, që shiona em. Mirë. Kule që shjeti? Në bre? Në të java për të livrit, se java në kalume. Diçka për livrit ka pak, është për livrit. Për livrit që herën e kalume. Nashta dhe koha. Ka po të vetën. Po që të shtu e boj, na kishe për mojnë atë dore. Qa të ngrije? Ku mi ju kalëzu diçka. Ha? Që shkesh në shpetë nejtë, mora një gazetë dhe pelezoj. Kur dërë telefoni, pe marë, qa me po, mati, ama mati, nuk më ka thirë, numëri i shoqotës të burrave. Shallo, tha, oj, Dada Hyr, tha, Mule tha se ka ndodhë diçka. Ka dole bre thash, ka dole një herë që shjene e një mirë, o shpejt tha se ndarje masive. U qyqe, erdha, te thiri kullën, thash, bo në gati se po vi po të marrë me shku në shoqat. Shkova e mora e Mule të flutërue. Kur shkojna të tishin kap një 2 vetë dëshin more. Ka dole bre, ka dole. Ja, veç që thash, ka dal një bre, fëllni qka u bo?
kur ai njoni pi thot tjetrit. Ku ki marrë ti guximin me flajt me gruan tem? Ti tha, po vish deshta me këqyr fa dallimin mes tonës edhe temës. Kur ki pja tem? Se së veçe, kisha kallxuane. Ai tjetri po thot sa, oj dada hyr, tha, him dhëm të gjumit. Qa me pa, tha, gruja, tha, me dashnor. Ha. Tu që dashnori, u vesh, tha, dull. Tha, unë e tha, veç po këshyri pikthena grus, pja bëj, gru qka kja? Tha, edhe unë u shëkova. As ty, tha, ditën e mirë, as mu, tha, mirë dita. A i ri po thot, e kom marrë vesh që po më trafton, tha gruja. Po. Se ku e more vesh? Tha se ja kallxuva, tha një vic, a i debili për i dollapit keshke. Që shë i lozën, thash, Ilan, e tje thash, shka u bo me ty? O, tha, hyr, po më thët gruja, tha, po më do këtë tha që jetu shku me gratë huja. Tash, a jemurit të normal? Unë me tonat me nëzi po shkoj jo me të hujat, nuk e di gjuhën. Shqip. A di shuk i ti? Po. Mi thëmë qa kimëri qa tu ka ma vi syni? Tha u reha, tha për një femën. Tha shihe ti, e me kënë? Tha me grun. Aj tjetëri ati një i vëtësër që ke plavush. Tha, tha, gruja jeme, tha, kujdeset shumë për kerin. Tha, shuani dhe bash mirë, qatë shumë, tha, kujdeset për kerin. Pak, tha, shkën e shtrehet, tha, nër automekanikon. Dhe për qilë, qa po punon? Kujdeset mirë, bro, Po dhe? bile për kerë. Po dhe? A unë e pi thëmë, a gje me ti? Ta pëmerë gruja, tha, mja prej djallit flëkt. Po. E djalli, ja mam, nuk du mu mi prej flëk, nuk du me pas frizurën, tha, si të babit. Po. Kur kjo, ja djalli jam, tha, du është, tha, se kejtë pëthujnë që pigon këjshis. Po a i kanë thonë, gruja dreqën e ka shtin shishe, burin krevet, shok të burit në dëllap. Ama unë s'ki kuptoj heq. Heq s'ki kuptoj. Me gra është shumë e thjesht. Nga një bura, nëse bëni një budallaki, i thuni, më falj. Ajo i dhnot, ti i thunë falj. Nëse ajo e bëni budallaki, ti i dhnosh, ajo i dhnot, po ti prap i thunë falj. Ja bëj njëni tash, e të i qyqe qka ki hi atje si në qysh njëni, si qështu. Tha, mu tha po hingë, tha gruja në shpe dhe po më tha, ta ku më rok kerin. She. Po ku ma roke më kerin kur ti nuk vëzit eq? Tha me që keq pahiri. Shish mëre me që keq pahiri. Po tha pahiri, tha se nuk dilë që pe Facebookot. Ma të çuditshëm se burat nuk ka. Ha, Qarapat në fijok që janë, nuk i gjojnë. A dashnoret me symë sheli gjojnë. ja, mos fol ashtu, mos, se nuk bën e fol, se nuk është ashtu, se nuk janë krejt njëjtë. Po? Një fjallë e urtë popullore, thot. Qka, thot, hajtë, më shmi ditë, Hajt, qka? Të Thot. flasësh pak, është menquri. Po, përa. Të hash pak, është shëndet. Të flasësh menqur, dhe të mos flasësh fare, është pache. Ah,